Kam patur rastin që të vizitoj qytete të ndryshme ku jetojnë në numër i madh i bashkëdhetarëve tanë. Jam takuar me profile suksesi dhe kam menduar që këto profile suksesi janë vetëm në këndvështrimin tonë. Ku kam ndenjur me ta, kam parë që gjatë rrugës edhe autoritetet komunale gjermane i ndalin, i përqafojnë, i përshëndesin. Njëri prej tyre është këtu në studio, Xhemal Mehmetaj. Përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën e nderuar. Do na tregoni pak a shumë për historikun tënd, ju merrni edhe ju me fushën e ndërtimtarisë, natyrisht se nuk është një fushë lehtë, kërkon impenjim, kërkon korrektësi. Na tregoni pak a shumë për fillimet tuaja. Që thua që vllavi jon Xhavati, jam për vitit 1993 këtu. Morëm 15 vjet e gjys në Gjermani. Për fat të kisha atëherë vllavin këtu, edhe kam hale. Që ke pas një bazë. Që kam pas një bazë, edhe kam pas një mbikëqyrës. E falemnderoj shumë se kam shansin me falemnderu, se më ka këshillu, më ka respektu, më ka nderu, se më pas e vlad, më ka rrit. Edhe, do në thonë, nësë shumica shqiptare këna punu me si më largë gipser, Fillimi jotë në këto profile që i përmendi, si nisë, si ka qenë një ditë e parë? Fillimi i çdo shqiptare kur në orën vitit 90 ka qenë shumë i vështirë, normal. Mirë po, me kalimin e kohës njëri shkon ty po bazën, ty e forcu edhe. Unë kam punuar si më lart, domethënë gipset në vitin 94 te 99. Tani kam ndru profesionin më hi se fens të bëhet, domethënë i bjen drejtare, mund të jemi drejtare. Edhe aty ja kam pa shumë hajrin, punës time. Kom punu 3 vjet, 2001 kom ha firmën time, firmën Mehmetaj. Domethënë kom punu të në 2015 në veç që mund të jem drejtare. Edhe ato kom marrë atë hapin e duhur edhe e kom rrijat kapacitetin tem çka unë e lëpsha. Po mirë, a nuk gjete punëtor të tjerë që i more komplet shqiptarëve të vetes? Me shqiptarë një njerë vetë më rahat. edhe është një mision, se cili si përmarrës të mbledhret vetës bashkëdhetarët e vet, apo jo? Po, në 2016 e kom hap firmën Die Hauswerke GmbH, në atë firme se na keni njoftu ju, na keni sjell këtu. Domethënë me Die Hauswerke GmbH na punojmë tash të ndërtim, dyrë drejtare, arkitekta tonë kem, arkitektë kam me vllavin tim, si punon atë tonë. Edhe djali tash ka filluar, po. 2 vllazni kam. Bravo. Dhe nuk do të daleni me këtu, se kam informacione që do hapni edhe një fabrikë, keni zënë disa hektarë aty, ha? Edhe po punoni drejt asaj. Kur fillojnë ndërtimin të rego? Që punën pinzerke çdo herë, u kupton? Edhe tash mundësit na kanë ardhur, neve na ka ardhur një farë mundësi që na bëni një farë fabrike drejtare, u ka fabrike drejtare aty më herët. Tash kena porosit makinat, domethënë mas 2 muaj ditë inshallah mas lartë do të hin funksionojnë. Edhe do të bëjmë prodhimin e drejtare këtë në Shqipëri. Do të vim në hapjen solemne, besoj. Po. Do të ndaloj edhe tek një detaj ku kemi biseduar, më ka ardhur interesant tek sakrifica bashkëdhetarëve tanë për të treguar më vonë edhe modele suksesi. Më thotë Xhemali që në moshën 20 vjeçare kur shkoja të punoja, në fakt nga fizikusi im, dukesha edhe më i ri se 20 vjeç, si 16-17 vjeç, edhe kur shkoja të punoja, gjermanët hezitonin, pse na keni sjell këtë ri këtu, se nuk di asgjë, apo jo. Po pastaj befasoheshin nga puna dhe gjithmonë kanë thirrë. Ishte kështu? Punën edhe respektin se kena pas ndaj klientëve, tani aja e tregon veten. Pra fillimi ka qenë i vështirë. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, mirë po me kalimin e kohës njëri shkon të stabilizu, të afsu. Nga Kosova, nga cili vend jeni? Ne jem nga Aqareva, dalën Cërvik, domethënë komuna Klinës tash jem. Po. Dhe mendoni që edhe atje të bëni diçka? Po atje qëllimi çdo shqiptarit normal që ka në orë në vitin 90 kem qëllimin çdo herë atje. Mirë po tash sa muna me realizu ato, lejmë kohës. Se çdo sa vjen me kohë. Pra me këtë deklaratë përmbyllim këtë bisedë të përbashkët, duke të falenderuar që keni gjetë kohë dhe keni ardhur në studio dhe duke ju dëshiruar suksese. Faleminderit. Faleminderit.